Xhelozia, emocionet e papërmbajtura dhe përplasjet personale po vazhdojnë të trazojnë shtëpinë e Big Brother Kosova. Së fundmi, në qendër të vëmendjes ka qenë Benita, e cila është shfaqur dukshëm e prekur dhe e tensionuar pas puthjeve mes Klodit dhe një banoreje tjetër. Një situatë që ndonse për disa mund të duket pjesë e lojës apo e afrimeve spontane, për Benitën ka qenë e vështirë për t'u përballuar. Sa po mori vesh për puthjet, Benita reagoi menjëherë. E shtyrë nga xhelozia dhe zhgënjimi, ajo ju afrua Klodit dhe nisi t'i bëj presion me fjalë të forta dhe tone të ashpra. "Çka ke me heq sonte?" I tha ajo, duke vijuar me, "Shtrenjtë ke me paguajt për këto puthje." "Shtrenjtë? S'kam me të lënë me fjetë." Fjalë që u dëgjuan qartë nga banorët e tjerë dhe që e bën situatën edhe më të tensionuar. Ajo që e bëri momentin edhe më të fortë emocionalisht ishte mënyra se si Benita e shprehu xhelozinë e saj pa asnjë filtër. Ajo la të kuptojë se këto puthje nuk ishin thjesht një veprim kalimtar, por diçka që do ta ndiqte edhe përtej momentit. Edhe në ëndër kanë me të dalë ato puthje, u shpreh ajo, duke treguar se situata e kishte prekur thellë dhe emocionalisht. Klodi, nga ana tjetër, u përpoq her pas here ta relativizonte situatën, por presioni dhe tensioni i krijuar nga reagimi i Benitës e bën të pamundur që biseda të mbetej e qetë. Banorët e tjerë ishin dëshmitar të një skene që tregoi qartë se sa shpejt ndjenjat mund të marrin kontrollin brenda një ambienti të mbyllur si ai i Big Brother. Ky episod ka nxitur reagime të shumta edhe nga publiku. Disa e kanë parë reagimin e Benitës si shenjë të ndjenjave të forta dhe frikës për ta humbur vëmendjen e Klodit, ndërsa të tjerë e kanë konsideruar të tepruar presionin dhe gjuhën e përdorur. Megjithatë, një gjë është e qartë, xhelozia ka nxjerrë në pa anën më emocionale dhe impulsive të saj. Në një shtëpi ku çdo veprim komentohet, çdo puthje peshohet dhe çdo ndjenjë amplifikohet nga kamerat, situata të tilla janë të pashme. Një tjetër debat i fortë ka tronditur shtëpinë e Big Brother Kosova, duke rikthyer në qendër të vëmendjes temën e moralit, gjuhës së përdorur mes banorëve dhe kufive që shpesh tejkalohen në momente tensioni. Këtë herë, përplasja ka ndodhur mes Tonit dhe Elionës në një bisedë që shumë shpejt u shndërrua në akuza personale dhe fjalë të rënda. Gjatë debatit, Toni i drejtohet Elionës me shprehjen fyese "femër pa moral", deklaratë që shkaktoi reagim të menjëhershëm nga ana e saj. E revoltuar, Eliona ju kthye duke e pyetur drejt për drejt, "Më thuaj, ku e din ti që jam pa moral?" Duke kërkuar shpjegim dhe argument për etiketimin që po i bëhej publikisht. Në vend që të tërhiqej apo të qetësonte situatën, Toni vijoi më tej, duke përmendur një episod të mëparshëm që sipas tij lidhej me muhabetin e mbathjeve. Ai i akuzoi Elionën se kishte hequr mbathjet dhe i kishte futur aty ku nuk duhej, duke e përdorur këtë si arsye për ta gjykuar moralin e saj. Kjo deklaratë u konsiderua nga shumë si tepër e rëndë, intime dhe poshtëruese, duke kaluar nga debati në sulm personal. Eliona reagoi me indinjat, duke e mohuar mënyrën se si po paraqitej situata dhe duke theksuar se askush nuk ka të drejtë të gjykojë moralin e një gruaje mbi baza thashethemesh, insinuatash apo interpretimeve personale. Ajo e cilësoi gjuhën e përdorur si të papranueshme dhe poshtëruese. Jo vetëm për të, por për çdo grua që përballet me paragjykime të tilla. Debati u zhvillua në prani të banorëve të tjerë, të cilët reaguan në mënyra të ndryshme. Disa u përpoqën të ndërhynin për të ulur tonet, ndërsa të tjerë mbeten spektator të një përplasjeje që ekspozoi qartë ndarjet, tensionet dhe mënyrën se si loja shpesh kalon kufijtë e respektit njerëzor. Kjo ngjarje ka shkaktuar reagime të forta edhe jashtë shtëpisë. Në rrjetet sociale, publiku është ndarë mes atyre që dënojnë ashpër gjuhën e përdorur nga Toni dhe atyre që kërkojnë që të dëgjohen të gjitha palët. Megjithatë, një pjesë e madhe e ndjekësve kanë ngri. Big Brother Kosova dhe përplasjet verbale që ndezin shtëpinë. Big Brother Kosova vazhdon të prodhojë momente të forta tensioni, ku emocionet e grumbulluara, presioni i lojës dhe dëshira për dominim shpërthejnë në debate të ashpra. Një nga përplasjet më të komentuara së fundmi ishte ajo mes Bias dhe Benitës, një debat që kaloi kufijtë e një diskutimi normal dhe u shndërrua në një konflikt të rënd verbal. Situata agravoi kur Bia i u drejtua Benitës me thirrje fyese, duke e krahasuar si qenë që fshkëllën dhe më pas duke përdorur shprehje edhe më denigruese si "Klysh i vogël", shoqëruar me thirrjet provokuese "Hajde, hajde". Këto fjalë krijuan një atmosferë shumë të tensionuar në shtëpi, duke shkaktuar reagime të menjëhershme edhe nga banorët e tjerë që u përpoqën të qetësonin situatën. Benita, nga ana e saj, e përjetoi këtë sulm si mungesë totale respekti dhe provokim të hapur.
Debati nuk ishte më vetëm për lojën apo strategjin, por u kthye në një përplasje personale, ku diniteti dhe gjua e përdorur u vënë seriozisht në pikpyetje. Në ato momente u pa qartë se sa shpejt mund të eskalojë një konflikt brenda mureve të Big Brother, kur kufit e komunikimit humbasin. Kjo përplasje tregoi edhe një herë se presioni psikologjik i izolimit dhe vëzhgimit të vazhdueshëm ndikon drejt për drejt në sjelljen e banorëve. Fjalët që ndoshta jashtë shtëpisë nuk do të thuheshin kurrë. Brenda këtij realiteti dalin pa filter. Big Brother Kosova, në këtë aspekt, shndërrohet në një eksperiment social ku shfaqen anët më të forta, por edhe më të errëta të karakterit njerëzor. Reagimet e publikut nuk munguan. Rrjetet sociale u mbushën me komente, ku një pjesë e shikuesve e dënuan ashpër gjuhën e përdorur nga Bia, duke e konsideruar të papranueshme dhe jashtë çdo norme etike. Të tjerë, megjithse nuk e justifikuan ofendimin, argumentuan se provokimet dhe tensionet e mëparshme kishin ndikuar në shpërthimin e saj. Kjo ndarje mendimesh e bën Big Brother Kosova edhe më polarizues, duke refle. Big Brother Kosova dhe momenti tronditës, gjendja e rëndë e Albës gjatë provës së javës. Big Brother Kosova ka qenë gjithmonë një hapësirë ku emocionet, konkurrenca dhe sfidat fizike përplasen çdo ditë. Por ka momente kur loja humbet kuptimin përballë realitetit dhe shëndeti i banorëve kthehet në shqetësimin kryesor. Një nga këto momente ishte ajo që ndodhi gjatë provës së javës, kur Alba, duke kërcyer me përkushtim, rëshiti papritur dhe ra pas koke, duke u gjendur në një gjendje të rëndë që tronditi të gjithë shtëpinë. Incidenti ndodhi shumë shpejt dhe papritur. Alba, e fokusuar dhe e angazhuar në provë, humbi balancën dhe ra me një goditje të fortë pas koke. Sekondat që pasuan dukeshin të pafund për banorët e tjerë. Shumë prej tyre mbetën të shtangur, ndërsa të tjerë u hodhen menjëherë pranë saj, duke u përpjekur ta ndihmonin dhe ta qetësonin. Atmosfera u mbush me panik, britma dhe frikë, çdo kush kuptoi menjëherë se nuk ishte më një lojë, por një situatë serioze dhe rrezikuese. Gjendja e Albës u vlerësua si e rëndë, duke ngjallur shqetësim të madh brenda shtëpisë dhe jashtë saj. Banorët, të frikësuar dhe të pafuqishëm, shprehen me lodhë dhe thirrje për ndihmë gjithë shqetësimin e tyre. Nuk kishte më debate, lojra apo intrigë, vetëm një shqetësim të sinqertë për shëndetin e një bashkëbanoreje. Publiku reagoi po aq fuqishëm. Mesazhet mbështetëse, lutjet dhe shprehjet e dëmshurisë mbushën rrjetet sociale. Shumë u shprehen me një fjalë të thjeshtë, por plot dhimbje, gjyna. Një fjalë që përmbledh trishtimin dhe shqetësimin e të gjithëve për Albën, një vajzë që po jepte gjithçka në provë dhe për një moment të pafat u gjend në një gjendje të rrezikshme. Ky incident rikujtoi të gjithëve një të vërtetë të rëndësishme. Big Brother Kosova, përtej argëtimit dhe lojës strategjike, është një hapësirë reale ku njerëzit përballen me rreziqe fizike dhe emocionale. Provimet e javës kërkojnë përpjekje fizike dhe shpesh shtyjnë kufit e banorëve. Por asnjë sfidë nuk ia vë. Ndodh ajo që askush nuk e priste kurrë në shtëpinë e Big Brother Kosova. Një moment që nisi krejtësisht i qetë përfundon në një situatë të rëndë dhe tronditëse për të gjithë banorët dhe publikun. Teksa Alba ishte e përkulur duke mbledhur disa letra që i kishin rënë në tokë, ndodh një përplasje e papritur pas saj. Sipas pamjeve dhe një fotografie që më pas doli në qarkullim, dyshohet se Eliona e ka shtyr Albën, duke bërë që ajo të humbas ekuilibrin dhe të përplaset fort me pjesën e pasme të kokës në pllakat e dyshemes. Goditja duket e rëndë dhe reagimi i Albës thuajse mungon, çka ka rritur edhe më shumë shqetësimin për gjendjen e saj shëndetësore. Ajo që ka habitur dhe revoltuar publikun është fakti se, për disa çaste, banorët e tjerë ndodhen pranë Albës, por reagimi i tyre duket i ngadalë dhe i paqartë. Ndërkohë Alba qëndron e shtrirë në tokë, pa reaguar, duke e bërë situatën edhe më alarmante. Vetëm pas pak çastesh kuptohet serioziteti i ngjarjes dhe ndërhyet për t'i dhënë ndihmën e nevojshme. Dalja e fotos që tregon momentin se si dyshohet të ketë ndodhur ngjarja ka ndezur rrjetet sociale. Publiku ka shpërthyer në reagime të forta, duke kërkuar sqarime të menjëhershme nga produksioni dhe transparencë të plotë për atë që ka ndodhur realisht. Komentet janë të shumta dhe të ndara mes atyre që kërkojnë përgjegjësi maksimale dhe atyre që presin versionin zyrtar të ngjarjes. Pas incidentit, Alba u dërgua në spital dhe u rikthye më vonë në shtëpi, por në gjendje jo të mirë shëndetësore. Mjekët i kanë rekomanduar pushim absolut dhe moslëvizje për të paktën 2 ditë, pasi goditja në kokë është serioze dhe kërkon vëzhgim të vazhdueshëm.
Kjo ngjarje ka lënë një hije të rëndë mbi dinamikën e shtëpisë dhe ka ngritur pikpyetje të mëdha mbi sigurinë, përgjegjësinë dhe mënyrën se si trajtohen situata të tilla brenda formatit. Tashmë pritet reagimi zyrtar i Big Brother Kosova, pamjet e plota dhe sqarimi përfundimtar i asaj që realisht ka ndodhur në ato sekonda vendimtare. Big Brother Kosova dhe momenti tronditës, gjendja e rëndë e Albës gjatë provës së javës. Big Brother Kosova ka qenë gjithmonë një hapësirë ku emocionet, konkurrenca dhe sfidat fizike përplasen çdo ditë. Por ka momente kur loja humbet kuptimin përballë realitetit dhe shëndeti i banorëve kthehet në shqetësimin kryesor. Një nga këto momente ishte ajo që ndodhi gjatë provës së javës, kur Alba, duke kërcyer me përkushtim, rrëshiti papritur dhe ra pas koke, duke u gjendur në një gjendje të rëndë që tronditi të gjithë shtëpinë. Incidenti ndodhi shumë shpejt dhe papritur. Alba, e fokusuar dhe e angazhuar në provë, humbi balancën dhe ra me një goditje të fortë pas koke. Sekondat që pasuan dukeshin të pafund për banorët e tjerë. Shumë prej tyre mbeten të shtangur, ndërsa të tjerë u hodhen menjëherë pranë saj, duke u përpjekur ta ndihmonin dhe ta qetësonin. Atmosfera u mbush me panik, britma dhe frikë, çdo kush kuptoi menjëherë se nuk ishte më një lojë, por një situatë serioze dhe rrezikuese. Gjendja e Albës u vlerësua si e rëndë, duke ngjallur shqetësim të madh brenda shtëpisë dhe jashtë saj. Banorët, të frikësuar dhe të pafuqishëm, shprehen me lodh dhe thirrje për ndihmë gjithë shqetësimin e tyre. Nuk kishte më debate, lojra apo intrigë, vetëm një shqetësim të sinqertë për shëndetin e një bashkëbanoreje. Publiku reagoi po aq fuqishëm. Mesazhet mbështetëse, lutjet dhe shprehjet e dëmshurisë mbushën rrjetet sociale. Shumë u shprehen me një fjalë të thjeshtë, por plot dhimbje, gjyna. Një fjalë që përmbledh trishtimin dhe shqetësimin e të gjithëve për Albën, një vajzë që po jepte gjithçka në provë dhe për një moment të pafat u gjend në një gjendje të rrezikshme. Ky incident rikujtoi të gjithëve një të vërtetë të rëndësishme. Big Brother Kosova, përtej argëtimit dhe lojës strategjike, është një hapësirë reale ku njerëzit përballen me rreziqe fizike dhe emocionale. Provimet e javës kërkojnë përpjekje fizike dhe shpesh shtyn kufit e banorëve. Por asnjë sfidë nuk ia vë. Alba është rikthyer nga spitali, por gjendja e saj shëndetësore nuk është as pak e mirë. Pas incidentit të rëndë ku ajo ka pësuar një rënje dhe ka goditur kokën, mjekët kanë qenë të prerë në udhëzimet e tyre. Alba nuk duhet të lëviz fare për të paktën 2 ditë, në mënyrë që të shmangen komplikime të mëtejshme. Goditja në kokë konsiderohet gjithmonë serioze dhe kërkon qetësi, pushim dhe monitorim të vazhdueshëm. Ky lajm ka shqetësuar jo vetëm banorët brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, por edhe publikun e gjerë që e ndjek programin me vëmendje. Alba, e cila deri tani është shfaqur si një nga banorët më aktive dhe më të forta emocionalisht, po përballet me një moment të vështirë që shkon përtej lojës dhe strategjisë. Në këto situata, shëndeti mbetet prioritet absolut. Brenda shtëpisë, atmosfera ka ndryshuar dukshëm pas rikthimit të saj. Banorët janë treguar më të kujdesshëm dhe më të qetë, duke u përpjekur të mos e ngarkojnë Albën as fizikisht dhe as emocionalisht. Disa prej tyre kanë shprehur hapur shqetësimin dhe mbështetjen, ndërsa të tjerë kanë reflektuar mbi faktin se sa e brisht mund të jetë situata brenda një formati kaq intensiv si Big Brother. Nga ana tjetër, edhe publiku ka reaguar fuqishëm në rrjetet sociale, duke i uruar shërim të shpejtë Albës dhe duke kërkuar që produksioni të marrë çdo masë të nevojshme për sigurinë e banorëve. Ky incident ka rihapur diskutimin mbi presionin fizik dhe psikologjik që përjetojnë konkurrentët në një izolim të gjatë dhe në vëzhgim të vazhdueshëm. Mbetet për të parë se si do të ndikojë kjo gjendje shëndetësore në vazhdimsinë e lojës së Albës. A do të arrijë ajo të rikuperohet shpejt dhe të rikthehet me të njëjtën energji, apo ky incident do të lërë gjurmë në rrugëtimin e saj në Big Brother Kosova? E sigurt është vetëm një gjë, në këtë moment, loja kalon në plan të dytë dhe shëndeti i saj është më i rëndësishmi. Publiku dhe banorët presin me shpresë lajme më të mira në ditët në vijim, ndërsa Alba përballet me një NG. Big Brother Kosova dhe momenti që tronditi shtëpinë. Përplasja fizike mes Dolces dhe Tonit. Big Brother Kosova ka qenë gjithmonë i njohur për debatet e forta dhe tensionet emocionale, por këtë herë spektakli kaloi në një nivel tjetër, duke shënuar një nga momentet më tronditëse të sezonit. Incidenti mes Dolces dhe Tonit në boks la të gjithë banorët dhe publikun të shtangur, duke ngritur pyetje serioze mbi kufijtë e lojës dhe përgjegjësinë brenda shtëpisë. Situata eskaloi papritur, kur Dolce u përfshi në një përplasje të drejtpërdrejtë me Tonin.
Në një moment tensioni ekstrem, ajo e goditi atë fillimisht me shkelm dhe më pas me bërryl, duke e kthyer një debat verbal në një incident fizik. Këto sekonda ishin të mjaftueshme për të krijuar kaos në shtëpi dhe për të ndërprerë çdo ndjenjë sigurie që banorët kishin deri në atë çast. Reagimi i banorëve ishte i menjëhershëm. Të gjithë filluan të thërasin emrin e Dolces, disa për ta ndalur, disa nga shoku, e disa nga frika se situata mund të përkeqësojë edhe më shumë. Emocionet shpërthyen njëkohësisht, panik, habi, zemërim dhe pasiguri. Toni u gjend në qendër të vëmendjes, ndërsa shtëpia u mbush me zëra dhe tension të pastër. Ky moment nxori në pa se sa e brisht është balanca emocionale brenda Big Brother Kosova. Presioni i izolimit, konfliktet e vazhdueshme dhe ngarkesa psikologjike mund të çojnë në shpërthime të pakontrolluara, ku kufit mes lojës dhe dhunës zhduken. Përplasja mes Dolces dhe Tonit nuk ishte thjesht një incident i izoluar, por kulmi i një tensioni të akumuluar prej ditësh. Publiku reagoi fuqishëm në rrjetet sociale. Një pjesë e shikuesve e dënuan ashpër çdo formë dhune fizike, duke kërkuar masa të menjëhershme nga produksioni. Të tjerë u përpoqën të kuptonin kontekstin dhe arsyet që çuan deri në këtë shpërthim, por pa e justifikuar aktin. Debati publik u ndez, duke e kthyer Big Brother Kosova edhe një herë në temën kryesore të diskutimit. Nga ana tjetër, ky incident vuri në provë serioze edhe produ. Big Brother Kosova dhe momentet kur e vërteta del në pa. Big Brother Kosova vazhdon të jetë një skenë ku emocionet, ndjenjat dhe strategjitë përplasen çdo ditë, duke krijuar situata të forta që lënë gjurmë si te banorët, ashtu edhe te publiku. Një nga momentet më të ndjera dhe më të diskutuara ishte deklarata e Tonit drejtuar Klodit, ku ai vendosi të flasë hapur për ndjenjat e tij ndaj Benitës dhe zhgënjimin që përjetoi. Në një bisedë të drejtpërdrejtë dhe me tone të rënda emocionale, Toni i tha Klodit se kishte pasur një ndjenjë të sinqertë ndaj Benitës. Ai theksoi se për një javë ishte tërhequr, duke respektuar situatën dhe duke mos dashur të krijonte tension apo keqkuptime brenda shtëpisë. Sipas tij, kjo tërheqje nuk ishte dobësi, por respekt dhe ndershmëri ndaj asaj që kishte ndier. Por ajo që e tronditi Tonin ishte fakti se, sipas tij, pikërisht pas kësaj periudhe u shfaq fytyra e vërtetë e Benitës. Ai u shprehi zhgënjur nga sjelljet dhe veprimet e saj, duke lënë të kuptohet se ndjenjat e tij ishin përdorur ose nuk ishin marrë seriozisht. Kjo deklaratë solli një kthes të fortë në mënyrën se si u perceptua raporti mes tyre. Në kulmin e këtij momenti, Toni ju drejtua Klodit me fjalë të ashpra, duke i thënë se duhet t'i vijë turp për disa nga veprimet dhe situatat ku është përfshirë. Këto fjalë nuk ishin thjesht një sulm personal, por një shprehje e frustrimit dhe zhgënjimit që Toni kishte grumbulluar me kalimin e ditëve. Ai e ndjeu të nevojshme ta thoshte publikisht atë që mendonte, pa filtra dhe pa llogaritur pasojat. Ky moment nxori në pa një dimension tjetër të Big Brother Kosova, anën emocionale të lojës. Brenda shtëpisë, ndjenjat krijohen shpejt, por po aq shpejt mund të kthehen në zhgënjim dhe konflikt. Kufiri mes sinqeritetit dhe strategjisë shpesh bëhet i paqartë, duke lënë hapësirë për keqkuptime dhe përplasje të forta. Reagimet e publikut ishin të menjëhershme. Disa e mbështetën Tonin, duke e parë si dikë që foli hapur dhe me zemër për ndje. Big Brother Kosova dhe përplasjet verbale që ndezin shtëpinë. Big Brother Kosova vazhdon të prodhojë momente të forta tensioni, ku emocionet e grumbulluara, presioni i lojës dhe dëshira për dominim shpërthejnë në debate të ashpra. Një nga përplasjet më të komentuara së fundmi ishte ajo mes Bias dhe Benitës, një debat që kaloi kufit e një diskutimi normal dhe u shndërrua në një konflikt të rënd verbal. Situata agravoi kur Bia ju drejtua Benitës me thirrje fyese, duke e krahasuar si qenë që fshkëllën dhe më pas duke përdorur shprehje edhe më denigruese si klysh i vogël, shoqëruar me thirrjet provokuese hajde, hajde. Këto fjalë krijuan një atmosferë shumë të tensionuar në shtëpi, duke shkaktuar reagime të menjëhershme edhe nga banorët e tjerë që u përpoqën të qetësonin situatën. Benita, nga ana e saj, e përjetoi këtë sulm si mungesë totale respekti dhe provokim të hapur. Debati nuk ishte më vetëm për lojën apo strategjinë, por u kthye në një përplasje personale, ku dinjiteti dhe gjuha e përdorur u vënë seriozisht në pikpyetje. Në ato momente u pa qartë se sa shpejt mund të eskalojë një konflikt brenda mureve të Big Brother, kur kufit e komunikimit humbasin. Kjo përplasje tregoi edhe një herë se presioni psikologjik i izolimit dhe vëzhgimit të vazhdueshëm ndikon drejt për drejt në sjelljen e banorëve. Fjalët që ndoshta jashtë shtëpisë nuk do të thuheshin kurrë. Brenda këtij realiteti dalin pa filtër.
Big Brother Kosova, në këtë aspekt, shndërrohet në një eksperiment social ku shfaqen anët më të forta, por edhe më të errëta të karakterit njerëzor. Reagimet e publikut nuk munguan. Rrjetet sociale u mbushën me komente, ku një pjesë e shikuesve e dënuan ashpërgjuhën e përdorur nga Bia, duke e konsideruar të papranueshme dhe jashtë çdo norme etike. Të tjerë, megjithse nuk e justifikuan ofendimin, argumentuan se provokimet dhe tensionet e mëparshme kishin ndikuar në shpërthimin e saj. Kjo ndarje mendimesh e bën Big Brother Kosova edhe më polarizues, duke refle. Big Brother Kosova dhe përplasjet verbale që ndezin shtëpinë. Big Brother Kosova vazhdon të prodhojë momente të forta tensioni, ku emocionet e grumbulluara, presioni i lojës dhe dëshira për dominim shpërthejnë në debate të ashpra. Një nga përplasjet më të komentuara së fundmi ishte ajo mes Bias dhe Benitës, një debat që kaloi kufit e një diskutimi normal dhe u shndërrua në një konflikt të rënd verbal. Situata agravoi kur Bia ju drejtua Benitës me thirrje fyese, duke e krahasuar si qenë që fshkëllën dhe më pas duke përdorur shprehje edhe më denigruese si klysh i vogël, shoqëruar me thirrjet provokuese hajde, hajde. Këto fjalë krijuan një atmosferë shumë të tensionuar në shtëpi, duke shkaktuar reagime të menjëhershme edhe nga banorët e tjerë që u përpoqen të qetësonin situatën. Benita, nga ana e saj, e përjetoi këtë sulm si mungesë totale respekti dhe provokim të hapur. Debati nuk ishte më vetëm për lojën apo strategjinë, por u kthye në një përplasje personale, ku dinjiteti dhe gjuha e përdorur u vënë seriozisht në pikpyetje. Në ato momente u pa qartë se sa shpejt mund të eskalojë një konflikt brenda mureve të Big Brother, kur kufit e komunikimit humbasin. Kjo përplasje tregoi edhe një herë se presioni psikologjik i izolimit dhe vëzhgimit të vazhdueshëm ndikon drejt për drejt në sjelljen e banorëve. Fjalët që ndoshta jashtë shtëpisë nuk do të thuheshin kurrë. Brenda këtij realiteti dalin pa filter. Big Brother Kosova, në këtë aspekt, shndërrohet në një eksperiment social ku shfaqen anët më të forta, por edhe më të errëta të karakterit njerëzor. Reagimet e publikut nuk munguan. Rrjetet sociale u mbushën me komente, ku një pjesë e shikuesve e dënuan ashpërgjuhën e përdorur nga Bia, duke e konsideruar të papranueshme dhe jashtë çdo norme etike. Të tjerë, megjithse nuk e justifikuan ofendimin, argumentuan se provokimet dhe tensionet e mëparshme kishin ndikuar në shpërthimin e saj. Kjo ndarje mendimesh e bën Big Brother Kosova edhe më polarizues, duke refle. Big Brother Kosova dhe konfliktet që zbulojnë lojën e vërtet. Big Brother Kosova vazhdon të prodhojë situata të forta tensioni, ku marrëdhëniet mes banorëve ndryshojnë nga dita në ditë dhe aleancat shpesh prishen për shkak të konflikteve të papritura. Një nga momentet më të komentuara ishte përplasja mes Benitës dhe Elionës, një debat që nxori në pak dallimet e mëdha në mënyrën e lojës, sinqeritetin dhe komunikimin mes tyre. Situata u tensionua kur Benita, e perceptuar nga disa si eskile në lojë, u përfshi në një konflikt të drejt për drejt me Elionën. Eliona reagoi hapur dhe pa filtra, duke theksuar se ajo është e sinqertë dhe se nuk fshihet pas lojrave apo sjelljeve të dyshimta. Në kulmin e debatit, Eliona ju drejtua Benitës me tone të forta, duke e akuzuar për sjellje të ulta dhe duke e krahasuar mënyrën e saj të veprimit me hipokrizi dhe dyfytyrësi. Ajo që e bëri situatën edhe më provokuese ishte sjellja e Benitës gjatë debatit. Në vend që ta qetësonte konfliktin, ajo zgjodhi ta ironizonte situatën duke i shkelur syrin Klodit, një veprim që u interpretua nga shumë banorë dhe nga publiku si provokim i qëllimshëm dhe mungesë serioziteti përballë debatit të hapur. Ky gjest e zhvendosi vëmendjen nga përplasja verbale drejt marrëdhënieve të fshehta dhe lojrave psikologjike brenda shtëpisë. Reagimi i Klodit ishte i menjëhershëm dhe i ashpër. Ai i bërtiti Benitës, duke i kërkuar llogari për sjelljen e saj dhe duke e akuzuar se po luan me ndjenjat dhe situatat vetëm për interes personal. Klodi u shfaq i irrituar jo vetëm nga gjesti i saj, por edhe nga mënyra se si ajo po e përdorte debatin për të tërhequr vëmendje dhe për të krijuar konfuzion mes banorëve. Ky moment nxori në pa edhe një herë se Big Brother Kosova nuk është vetëm një lojë strategjie, por një fushë e hapur emocionesh, ku çdo veprim, çdo gjest dhe çdo fjalë analizohet me imtësi. Eliona u pa nga një pjesë e publikut si zë i drejt për drejt dhe i sinqert, ndërsa Benita u kritikua për lojë të dyfis. Big Brother Kosova dhe kontradiktat e marrëdhënieve. Kur fjalët nuk përputhen me veprimet, Big Brother Kosova vazhdon të dëshmojë se marrëdhëniet brenda shtëpisë janë po aq të ndërlikuara sa edhe vetë loja.
Një nga situatat më të komentuara së fundmi ishte ajo mes Benitës dhe Claudit, një moment që krijoi konfuzion jo vetëm te banorët, por edhe te publiku që e ndjek spektaklin çdo ditë. Në një bisedë të drejtpërdrejtë dhe me tone të ftohta, Benita i tha Claudit qartë: "Nuk mund të rri më me ty." Këto fjalë u interpretuan si vendim përfundimtar, një distancim emocional dhe një prerje e qartë e raportit mes tyre. Claudi e pranoi deklaratën në heshtje dhe u largua, duke kërkuar hapësirën e tij brenda shtëpisë, por ajo që ndodhi më pas i habiti të gjithë. Benita nuk qëndroi pas fjalëve të saj. Ajo i shkoi pas Claudit dhe, kudo që ai u ul, ajo ju afrua menjëherë. Në një moment që u pa qartë edhe në ekran, Benita i ul shumë afër dhe madje i hyri në prehër, duke krijuar një kontrast të fortë mes asaj që kishte thënë pak minuta më parë dhe sjelljes që po shfaqte tani. Ky veprim hapi shumë pikë pyetje. Ishte kjo një shenjë ndjenjash të vërteta? Një tentativë për të mos e humbur vëmendjen e Claudit? Apo thjesht një strategji loje për të mbajtur kontroll emocional mbi situatën? Publiku u nda në mendime. Ndërsa banorët e tjerë e vëzhgonin situatën me habi dhe dyshim, sjellja e Benitës u interpretua nga disa si kontradiktore dhe provokuese. Të thuash se nuk mund të rish më me dikë, e më pas ta kërkosh vazhdimisht afërsinë e tij fizike, krijon konfuzion dhe dërgon sinjale të përzierë. Kjo vë në vështirësi jo vetëm personin përballë, në këtë rast Claudin, por edhe vetë marrëdhënien, duke e bërë atë të paqartë dhe të paqëndrueshme. Nga ana tjetër, Claudi u gjend në një pozitë të sikletshme. Fjalët e Benitës e kishin distancuar, por veprimet e saj e tërhiqnin sërish në një afërsi që ai ndoshta nuk e kishte kërkuar në atë moment. Reagimi i tij i përmbajtur tregoi pasigurinë dhe konfuz. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, debatet nuk ndalen vetëm te konfliktet emocionale, por shpesh kalojnë edhe në akuza të drejtpërdrejta për lojë dhe strategji. Një nga përballjet më të forta ishte ajo mes Ludos dhe Claudit, ku dyshimet për sinqeritetin dhe qëllimet e vërteta dolen hapur, pa asnjë filtër. Ludo ju drejtua Claudit prerë, duke e akuzuar se po bën lojë të pastër brenda shtëpisë. Sipas tij, mënyra se si Claudi sillet dhe pozicionohet në raport me banorët e tjerë nuk është spontane, por e menduar për përfitim në lojë. Kjo akuzë nuk u la pa përgjigje, pasi Claudi reagoi menjëherë dhe me tone të forta. Claudi u mbrojt duke thënë qartë: "Unë nuk kam ardhur këtu me bëloj çiftësh në këtë shtëpi." Ai theksoi se nëse do të kishte ardhur me qëllim loje, do të kishte vepruar ndryshe. "Po me qenë lojë, nuk kisha thënë që kam një tjetër jashtë. Rria, luaja me njërin, luaja me tjetrën", u shpreh ai, duke lënë të kuptohet se transparenca e tij është prova më e fortë që nuk po manipulon ndjenja apo situata. Por Ludo nuk u bind nga kjo mbrojtje. Ai ja ktheu ashpër duke i thënë se, pavarësisht justifikimeve, mënyra e sjelljes së Claudit lë vend për dyshime. "Ti i ke luj, siç ke me të", i tha Ludo, duke e akuzuar se po mundohet të duket korrekt, ndërkohë që në prapaskenë po ndërton një strategji personale. Ky debat nxori në pah një temë shumë të ndjeshme në Big Brother Kosova. Ku mbaron sinqeriteti dhe ku fillon loja? Claudi u përpoq të paraqitet si një banor i drejtë, që nuk luan me ndjenjat dhe nuk përdor lidhjet për përfitim, ndërsa Ludo e sheh këtë si një maskë të mirë për një lojë të fshehtë. Situata krijoi ndarje edhe mes banorëve të tjerë. Disa e mbështetën Claudin, duke thënë se fakti që ai ka qenë i hapur për jetën jashtë shtëpisë tregon ndershmëri. Të tjerë u rreshtuan me Ludon, duke besuar se në Big Brother asgjë nuk është rastësore dhe çdo veprim ka një prapavijë strategjike. Edhe publiku reagoi fort ndaj këtij momenti, duke e kthyer debatin në temë kryesore në Big Brother Kosova. Pasqyrë e shoqërisë moderne, Big Brother Kosova është një nga formatet televizive më të ndjekura dhe më të diskutuara në vend, duke u shndërruar jo vetëm në një reality show argëtues, por edhe në një pasqyrë të fortë të shoqërisë sonë. Çdo sezon sjell personazhe të ndryshme, karaktere të forta, debate të zjarrta dhe situata që shpesh reflektojnë realitetin e përditshëm të Kosovës dhe më gjerë. Ajo që e bën Big Brother Kosova kaq tërheqës është fakti se banorët vijnë nga shtresa, profesione dhe mentalitete të ndryshme. Brenda shtëpisë, ata përballen me presion psikologjik, izolim nga bota e jashtme dhe sfida që nxjerrin në pah personalitetin e tyre të vërtetë. Pikërisht këtu lind interesi i publikut, kush është i sinqert, kush luan lojë, kush manipulohet dhe kush qëndron besnik ndaj vetes. Debatet dhe konfliktet mes banorëve janë pjesë e pandashme e spektaklit. Shpesh ato nisin nga keqkuptime të vogla, xhelozi apo strategji loje, por përfundojnë në përplasje të forta verbale që ndezin rrjetet sociale.
Publiku ndahet në grupe mbështetëse, krijohen tifozëri të zjarrta dhe Big Brother shndërrohet në temë kryesore diskutimi në çdo shtëpi, kafene apo platformë online. Nga ana tjetër, Big Brother Kosova ka ngritur edhe debate të rëndësishme shoqërore. Çështje si respekti, gjuha e përdorur, barazia gjinore, morali, toleranca dhe mënyra e komunikimit janë shpesh në qendër të vëmendjes. Banorët, me sjelljet e tyre, ndikojnë drejt për drejt të rinj, duke u bërë modele pozitive ose negative, varësisht nga veprimet që shfaqin në shtëpi. Produksioni dhe moderimi luajnë një rol kyç në suksesin e formatit. Sfidat javore, nominimet, spektaklet live dhe përfshirja e opinionistëve e bëjnë programin dinamik dhe të paparashikueshëm. Çdo vendim, çdo ndërhyrje dhe çdo koment analizohet me imtësi nga publiku, gjë që tregon fuqinë e madhe që ky format ka në opinionin publik. Në fund të fundit, Big Brother Kosova nuk është thjesht një lojë për çmimin final. Ai, Big Brother Kosova dhe përplasjet që zbulojnë fytyrën e vërtetë të lojës. Big Brother Kosova vazhdon të jetë një nga spektaklet më të ndjekura dhe më të komentuar, jo vetëm për lojën dhe strategjitë, por sidomos për debatet e forta që shpërthejnë mes banorëve. Një nga momentet më të tensionuara së fundmi ishte përplasja e ashpër mes Tonit dhe Benitës, e cila ndezi jo vetëm shtëpinë, por edhe publikun jashtë saj. Debati nisi me tone provokuese, ku Toni ju drejtua Benitës me fjalët: "Hajde se do të nxjerr jashtë", një deklaratë që u interpretua nga shumë kush si kërcënuese dhe arrogante. Benita reagoi menjëherë duke i thënë: "Pse po flet Jerm?", duke akuzuar për mungesë respekti dhe mënyrë të papërshtatshme komunikimi. Në këtë moment, tensioni arriti kulmin dhe situata doli jashtë kontrollit. Toni, nga ana e tij, u mbrojt duke thënë: "Unë po të respektoj në maksimum, por ja si sillesh, si një njeri rrugësh." Këto fjalë e përkeqësuan edhe më shumë situatën, duke e kthyer debatin në një përplasje personale, ku respekti dhe etika u vënë seriozisht në pikpyetje. Publiku pa një anë tjetër të banorëve, larg qetësisë dhe vetkontrollit që shpesh përpiqen të shfaqin gjatë ditëve të zakonshme. Ky debat tregoi qartë se Big Brother Kosova nuk është thjesht një lojë strategjie, por një presion i vazhdueshëm psikologjik që nxjerr në pa karakterin e vërtetë të secilit. Kur nervat janë në limit, maskat bien dhe fjalët bëhen armë. Pikërisht këto momente janë ato që e mbajnë publikun të lidhur pas ekranit, por njëkohësisht ngrenë pyetje të mëdha mbi gjuhën e përdorur dhe shembullin që jepet. Reagimet në rrjetet sociale ishin të menjëhershme. Një pjesë e publikut e kritikoi Tonin për gjuhën kërcënuese dhe ofenduese, duke e konsideruar sjelljen e tij të papranueshme. Të tjerë e mbrojtën, duke thënë se Benita provokon vazhdimisht dhe se reagimi i tij ishte rezultat i një tensioni të grumbulluar prej ditësh. Kjo ndarje e opinionit tregon edhe një herë fuqinë që Big Brother ka për